farsa elektorale 11 maj 2025 ka marrë jehon botërore. Kjo farsë damkosi përfundimisht Edi Ramën si Maduron e Europës. Ajo çka mediat shqiptare të mëdha censurojnë me fanatizëm është pikërisht fakti se editoriali i rrjetit më të madh televiziv të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Fox News, po ripublikohet në një zhvillim shumë të veçantë nga media tjera më të mëdha të këtij vendi dhe më influente, siç është e pavarura Real Clear Politics. Pra, lajmet në këto dy mediat më të mëdha dhe më influente të Shteteve të Bashkuara, pas aksionit historik të presidentit Donald Trump, me të cilin këputi nyen gordiane dhe shkatroi impiantet bërthamore të Iranit, të ajetullave, mund të them se lajmi i dytë më i qarkulluar është Ramaduro. Ribotimi, ripublikimi nga Real Clear Politics, medje e pavarur shumë e fuqishme, është qëndrimi më i merituar ndaj Edi Ramës. Farsa nuk ka përdihet. Ka 3 ditë që në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës farsa elektorale është çështje kryesore. Në seanca plenare dhe në mbledhje të grupeve dhe të komisioneve. Ndaj dhe me këtë rast duhet përgëzoj përfaqësues në opozicë zonjën Vokshi për qëndrimet e saj në mbrojtje të votës lirë të shqiptarëve në tempullin e demokracisë. Mos harroni se Këshilli i Europës është institucioni që ka 2 shtylla kryesore: zgjedhjet e lira dhe shtetin ligjor.